Festën e majit ne këtu në fshatin Lezhin e festojmë në një mënyrë shumë të bukur. Jemi grumbulluar ca shokë dhe shoqe në një mënyrë festive ta festojmë këtë festë madhështore. Faleminderit. Pa festën e 2 majit, ne këtu e kremtojmë bashkë që me shoqni dhe kalojmë disa momente shumë të bukura. Festën e 2 majit kremtojmë bashkë me shokët në këto vise të mira. Festojmë të kalojmë disa qaste të mira me shoqnin bashkë edhe me tjerët që mbaret për shoqni sa jemi të gjitha aty ajo. Na mungojnë shumë, po s'kemi çka të bëjmë, ku t'i gjejmë. Sot e festojmë festën e ditës punës. Jemi këto me familjen bashkë, me fëmijët. Kemi erdhur në pushim, kalojmë ditën. Tjetër se s'di çka me u tregu. E kalojmë shumë mirë me shoqëri, festojmë mirë dhe mendojmë se atë ardhmen do të festojmë më mirë, do të presim. Po edhe unë festoj me shoqëri dhe në të ardhmen, si që tha dashmiri, me shoqëri më të mirë, më shumë. Po festën e 1 majit e premtojmë mirë, shto në këtë vend bukur, që shto s'di çka të thonë tjetër. Është shumë mirë, ajri pastër e kretë shto shoqëri që ata. Strano te. Ne bojmë Njëm 2 maj, në fakt, e festojmë si gjithë të tjerët, mbi gjitha një munges e tepërt në mesin tonë, në posilë qoftë mirë. Të shpresojmë, sigurisht, për po thëmë inshallah një rast i këtil jo ma. Me gjitha. U bua kafja. Si duke. Në fillim duhet përshëndes ekipin realizues të TV Uskanës. Faleminderit. Po ashtu, sa i përket festës 1 majit, ja si që shifni, e festuim këtu së bashku me familjen në këtë vend, edhe u dëshiroj gjithë shqiptarëve që edhe vitet e ardhshme sa masovikisht të vinë në këtë vend dhe së bashku kështu ta festojnë si festë ndërkombëtare. Ju faleminderit. Po, jam i gëzuar që gjendem
si vjet këtu me familjen time dhe për herë parë vite këtu në Knezhin, që me rreth 25 vjet jam qenë në gurbet në Gjermani, e që tash jam në pension, si thon para pension për çato, dhe u dëshiroj ekipit Uskanës çdo të mira, po ashtu edhe shqiptarëve vauroj festën e 1 majit. Dëshiroj ashtu edhe gjithë mrekimtarët që të kthehen në shtëpi edhe në vendlinje. Njeri përshëndes Radio Uskanën, edhe televizorin, edhe u dëshiroj punë të madh, festën e 1 majit të festojmë gëzimirisht, familjarisht, dhe u dëshiroj gjithë shqiptarëve kudo janë festën e 1 majit. Në fillim kam rastin të përshëndes radio televizionin Uskana dhe tu gjendemi shumë bukur në ambient të mirë, e kremtojmë këtë fest me të gjithë familje.